Përshëndetje gjithë ju të shenjës të demit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me muajin maj, si do jetë muaji maj për gjithë shenjën tuaj. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit prill, sepse ende nuk ka përfunduar, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj dhe gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve dhe të shohim energjinë që do na vi për shenjën tuaj. Atëherë në javën e parë, ju shoh që nuk e di, erdhi një energji ku ju ndjeni të sakrifikuar në lidhje me një zhgënjim që keni kaluar. Mund të jetë një zhgënjim në dashuri, ku ju jeni fokusuar te kjo situatë dhe po mendoni shumë seriozisht gjatë javës parë dhe mendoni dhe analizoni gjithçka në lidhje me këtë zhgënjim që keni marrë. Me një person që mund të jetë që mund t'ju ketë zhgënjyer në një njohje, në një lidhje, ose ju ndjeni të lënduar nga diçka në fillim të javës, por gjithsesi në mesin e javës ju shoh që do jeni në një pozicion perandor, në një pozicion mbretëror. Do jeni duke menduar seriozisht në lidhje me këtë situatë dhe në fund të javës do ta ndjeni veten të sakrifikuar në lidhje me një dashuri, në lidhje me një njohje, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe do jeni në fund të javës duke analizuar gjithçka dhe duke menduar se çfarë mund të bëni tjetër për të ndryshuar këto situata. Për një pjesë tjetër, mund të ketë lidhje me shtëpinë, me fëmijët, në lidhje te vendi punës për një pjesë tjetër. Jo domosdoshmërisht mund të jetë zhgënjim i madh, mund të jetë diçka e vogël që ju ndiheni, mund të prekeni nga diçka, por mund ta merrni mund t'i merrni situatat si i keni. Domethënë, këtu hyn që nga zhgënjimet e vogla deri në zhgënjimet më të mëdha. Por gjithsesi ju do pozicionoheni dhe jeni në energjinë tuaj, sepse jemi në energjinë e tokës, do filloni të merrni situatën në dorë dhe do mendoni seriozisht në lidhje me gjithçka. Por kjo ka vlerë dhe në lidhje me punën, nga ana ekonomike, varet në çfarë situata do jeni. Sepse ju shoh që mendoni shumë edhe për anën ekonomike, mendoni shumë fort. Dhe në fund të javës, duke bërë një rezime, ju do mendoni që ju keni bërë shumë gjëra, por jeni ndier, do ta ndjeni veten që po sakrifikoni shumë në bërjen e gjërave dhe do analizoni gjithçka në lidhje me vazhdimsinë e gjërave, e shoh më tepër. Dhe këtë mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave. Dhe vazhdojmë në javën e dytë, edhe pse në shenja juaj fillon të ndryshojnë situatat, kthej dhe në vazhdim. Gjithsesi, ajo është një energji që erdhi për gjithë ata që mund të ndihen në këto situata. Ju shoh, jemi te energjia e shenjave të ujit, jemi te energjia e shenjave të tokës dhe shenjave të tokës. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente, se jo domosdoshmërisht mund të keni shenjën e demit, varet ku keni ascendenten tuaj. Gjithsesi, shoh një energji shumë të fortë toke, që është energjia juaj. Në fillim të javës së dytë, dhe është një javë fantastike, java e dytë, në fillim të javës ju shoh jeni mes ëndrave dhe iluzioneve. Do keni shumë oferta në lidhje me dashurinë. Ndoshta shoh që jeni duke menduar që në fillim të javës së parë mund të jeni ndjer të sakrifikuar dhe të zhgënjyer nga një dashuri e mëparshme, nga një njohje ose lidhje. Dhe në javën e dytë, shoh që do keni shumë oferta, do jeni duke ëndrruar, do krijoni iluzione në lidhje me një person, sepse ju shoh të fokusuar te ky person. Dhe në mesin e javës ju shoh që do tregoni të mbyllur, edhe pse do keni shumë oferta në lidhje me dashurinë. Dhe në fund të javës shoh që ju mund të keni një takim me një person, do jeni duke bashkëpunuar dhe duke biseduar me këtë person, me një njohje që mund të keni në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Por shoh një lloj bashkëpunimi midis jush. Ndërsa për pjesën tjetër, do keni shumë oferta në lidhje me punën, mund të keni partneritete, bashkëpunime të ndryshme, ose ju mund të keni ëndra dhe iluzione në lidhje me fëmijët tuaj.
sepse shoh që mund të jeni ndirë të sakrifikuar në lidhje me anën tuaj ekonomike, në lidhje me fëmijën. Dhe ju shoh që merrni një shumë të konsiderueshme parash, ashtu siç do t'i merrni, do filloni të hiqni disa parat, do kursime, për disa të tjerë ndoshta do jeni duke menduar për të investuar diku. Dhe sepse ju shoh që jeni duke ndëruar në lidhje me këtë gjë. Dhe është një shumë e mirë parash. Mund të jeni duke menduar të investoni në lidhje me fëmijët tuaj ose te fëmijët tuaj. Një pjesë tjetër mund të jeni duke menduar për të investuar në lidhje me të shtëpia juaj, të bëni një blerje. Mund të jetë blerje shtëpie, mund të jetë blerje makine, mund të bëni blerje të ndryshme online, mund të bleni orendi të ndryshme. Gjithsesi mund të investoni në një biznes, në një punë të madhe, sepse shoh që është një shumë e konsiderueshme parash. Ndërsa për pjesën tjetër mund të jeni duke ndëruar rreth studimeve tuaja, për një pjesë tjetër rreth dokumentave të ndryshme që ju dëshironi të bëni, dhe shoh që do keni mundësira aty, do merrni dhe do jepni disa para edhe aty, dhe është një shumë goxha e mirë. Dhe shoh që ju do arrini të stabilizoni situata të ndryshme që ju mund të keni deri në fund të javës së dytë. Gjithsesi është një javë fantastike, java e dytë, por më tepër e shoh rreth parave, rreth anës ekonomike, kur shoh një rritje ekonomike në lidhje me ju. Por shoh bashkëpunime, partneritete, blerje, që mund të jenë blerje të mëdha, blerje shtëpie, blerje makine, investime të mëdha te fëmijët tuaj ose fëmijët e ju. Por është një javë fantastike rreth anës ekonomike. Dhe vazhdojmë në javën e tretë. Erdhi një energji fantastike dhe në javën e tretë. Atëherë, në javën e tretë, ju shoh që ju do ndjeni pak konfuz. Mund të ndjeni në lidhje me një dashuri, me një person, mund të jetë një person që ju do vi në javën e dytë, ju tregoni pak të mbyllur ndaj këtij personi, do filloni, do bashkëpunoni, do bisedoni me këtë person ose do jeni duke folur me njëri tjetrin, dhe në fillimin e javës së tretë ju shoh që sikur ndjeni konfuz. Doni të mbroni veten tuaj. Keni rritur muret mbrojtëse, nuk tregojni të hapur, sepse ju shoh që në javën e dytë që ju nuk jeni të hapur. Në lidhje me një ofertë dashurie që ju tërheq, ju pëlqen ky person, por ju tregojeni të mbyllur. Dhe ju shoh që do ndjeni konfuz, nuk do të jepni zgjidhje deri në fillim të javës tretë, por në mesin e javës tretë shoh që ju do harrini të jepni drejtim emocioneve tuaja. Mund të jetë një person që e keni në distancë, ose ju jeni në distancë nga personi, dhe shoh që ky person do vi drejt jush dhe dëshiron, është një person shumë emocional dhe dëshiron të shprehë emocione. Dhe këtu kemi të bëjmë shenja e ajrit, shenja e gafores tam dhe shenjat e zjarit. Në qoftë se keni lidhje me këto shenja, ose mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Dhe në fund javës së tretë, ju shoh që jeni në pritje të këtij personi. Ndoshta ky person do t'ju bëjë që ju të jepni zgjidhje kësaj situate, dhe ju shoh që do jeni duke bërë edhe plane afatgjata. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju shoh që mund të jeni në blerje të ndryshme, mund të jeni në një rritje të madhe ekonomike, stabilizim, investime në shtëpi, investime te fëmijët, blerje të ndryshme të mëdha, dhe në fillim të javës së tretë do ndjeni pak konfuz. Nuk do të jepni zgjidhje, do doni të mbroni veten tuaj. Ju mund të dali një blerje, një apartament ose një makinë ose por do jeni duke menduar, do tregojeni pak të mbyllur, ju shoh, por në mesin e javës tretë shoh që ju jepni drejtim te kësaj situate. Ju do të jepni drejtim sepse jemi te energjia e karrocës që përfaqëson shenjën e gafores, familjen. Ju mund të jenë çështje e situata të ndryshme që kanë lidhje me dokumentat, që kanë lidhje me studimet ose me fëmijët tuaj. Por në mesin e javës shoh që i jepni drejtim. Çfarë do lloj situate që të jetë? Si në lidhje me fëmijët, me dokumentat, me shëndetin për një pjesë tjetër, ose edhe në lidhje me studimet tuaja. Dhe do të jepni një drejtim më të mirë, bëhet fjalë këtu. Ju çfarë do lloj gjëje që dëshironi të jepni drejtim, mesi i javës së tretë do t'ju bëj që ju të jepni drejtim gjërave që ju dëshironi. Ndërsa për një pjesë tjetër ka lidhje me një blerje, do të jepni drejtim. Ndoshta ju do harrini të vendosni në lidhje me blerje në një shtëpi, blerje në një makine,
por në fund të javës ju shoh në pritje të një përgjigjeje. Ju mund të prisni një përgjigje nga një person që është në distancë, sepse e shoh 2 herë që personi që mund të jenë në njohje ose një person që vjen drejt jush, është një person në distancë dhe prisni një përgjigje nga ky person. Por ju shoh edhe që bëni plane afatgjata, sepse shoh që është një person shumë emocional në lidhje me ju. Për pjesën tjetër, do të jepni drejtim fëmijëve tuaj. Mund t'i keni dhe në distancë, ju mund të bëni dhe plane afatgjata në lidhje me fëmijët tuaj, ose familjes, shtëpisë, ka lidhje me pronat, me paran, me anën ekonomike, ose dhe këto blerje të ndryshme që do bëni. Dhe mbas blerjes dhe mbasi ju të jepni drejtim, shoh që ju duke parë gjërat që ju rrethojnë, do filloni të bëni plane në perspektivë për një afat më të gjatë, jo gjëra të shkurtra. Dhe këtu flasim dhe në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e 4. Atëherë në javën e 4 kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, përsëri energjitë shenjave të ajrit dhe kemi energjitë shenjave të ujit. Ju shoh që ju do bëni një fillim të ri në dashuri. Është një fillim i ri, i menduar mirë, do keni shumë diskutime në lidhje me këtë person që ju po e prisni. Dhe ju shoh që është diçka që ju do ta bëni bazuar në logjik, edhe pse personi është shumë emocional e shoh. Dhe është një person që ju kërkon, ky person kërkon gjatë gjithë kohës që të lidhet me ju. Dhe në fund të javës shoh përsëri që ky person vjen drejt jush, ka shumë emocione, ka shumë ndjenja në lidhje me ju, por ndërkohë do merrni dhe lajme të mira, mund të merrni lajme të mira nga diçka që ju kërkoni. Për një pjesë tjetër mund të jenë fillim dokumentash, mund të jenë fillimi i studimeve, për të studiuar për diçka, një trajnim, ju mund të filloni çfarë do lloj gjëje gjatë kësaj periudhe, sepse ka lidhje me mund të ketë lidhje me dokumenta të ndryshme, fillim dokumentash, mund të ketë lidhje me çështje ligjore, që ju filloni disa diskutime aty, dhe jeni duke kërkuar diçka, kërkoni diçka në lidhje me që ka lidhje më tepër me institucionet shtetërore, në lidhje me studimet, në lidhje me dokumentat, në lidhje me shëndetin tuaj. Dhe unë në fund të javës shoh që ju do merrni lajme të mira. Do keni një lajm të mirë, një çlirim shpirtëror. Ju mund të jeni duke kërkuar një dashuri, për të gjithë ata që nuk do kenë mundësi që në javën e parë, të dytë dhe të tretë, në javën e 4 do mendoni seriozisht për të kërkuar një person në jetën tuaj. Dhe unë shoh që ky person vjen drejt jush. Është një person që ka ndjenja, ka emocione në lidhje me ju. Mund të jeni duke kërkuar një shtëpi, edhe pse blerjen e një shtëpie, blerjen e një makine përsëri, sepse ju shoh konfuz, doni të jepni drejtim gjërave, jeni në pritje përsëri, do keni përsëri diskutime dhe përsëri do jeni në kërkime për një pjesë tjetër. Dhe shoh që do keni lajme të mira aty, por edhe do çliroheni në momentin që ju të harini të gjeni gjërat që ju dëshironi të gjeni, sepse shoh që një çlirim shpirtëror, lajme të mira, do ndiheni më të gëzuar. Gjithsesi, është një muaj fantastik, përveç pak energjisë të fillimit të muajit, ju jeni një nga shenjat që ndryshimet për ju fillojnë këtej dhe në vazhdim. Dhe keni vuajtur për një 7 vjeçar, por edhe një 10 vjeçar, duke kërkuar që të harini gjërat që ju dëshironi, dhe ka ardhur momenti që ju ta bëni, sepse energjia e këtij muaji tregon që ju do harini të rrisni anën ekonomike, të mendoni më shumë për anën ekonomike, të mendoni shumë në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, në lidhje me studimet, me dokumentat, me fëmijët tuaj. Është një muaj fantastik. Dhe do marrim një mesazh nga angjël dhe do shohim se çfarë mesazhi ju japin. Atëherë mesazhi për ju është një periudhë e rëndësishme në jetën tuaj, thot. Përqafoni ndryshimet që vinë në jetën tuaj, sepse jemi te energjia e kullës më tepër, dhe ju thot, është koha ta hapni krahët të ecni përpara. Atëherë, nëse vjen një ndryshim në lidhje me dashurinë, nëse ju keni kaluar zhgënjime, mund t'i lini mbrapa këto zhgënjime, sepse ju shoh që jeni duke analizuar
shoh që keni shumë oferta edhe në lidhje me dashurinë, nuk keni pse ngeceni në një zhgënjim që keni marrë për të bërë një fillim të ri. Për pjesën tjetër, mund të jetë një fillim i ri me fëmijët tuaj, një fillim i ri ekonomik, sepse shoh ana ekonomike do jetë shumë e fortë këtë muaj për ju. Por duhet të pranoni dhe ndryshimet e tjera. Ndryshimet të tjera në lidhje me një fillim të ri që do bëni, me dokumenta, në lidhje me studimet, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë lidhje me ligjin, që mund të kenë lidhje me çështje dhe situata ligjore, flasim me institucione të ndryshme, sepse është koha juaj, është koha të ecni para dhe të hapni krahët drejt gjërave të reja, drejt ndryshimeve që do vinë në jetën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndihni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj përsëri një muaj të mbar, një mbasditë të këndshme, dëgjim të këndshëm dhe një fundjavë sa më të këndshme për gjithë ju. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.